Surja e Sejdë, Mekase, 30 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Mim. Shpallja e këtij libri, pa asnjë dyshim, është nga Zoti i botëve. Ata thonë, ai e ka trilluar atë. Jo, ajo është e vërteta nga Zoti yt, për të paralajmëruar popullin, të cilit para teje nuk i ka ardhur kurrfar paralajmëruesi, që të shkojë në rrugë të drejtë. Allahu është ai që ka krijuar qiejt dhe tokën dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë. Pastaj është ngritur mbi fron. Ju nuk keni as ndihmës, as ndërmjetësues tjetër përveç atij. Vallë, a nuk po vini vesh? Ai drejton çdo çështje, prej qiellit deri në tokë. Pastaj ato kthehen tek ai në ditën gjatësia e së cilës është 1000 vjet sipas llogaritjes suaj. Është ai që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme. Ai është i plot fuqishmi dhe mëshirë ploti, i cili ka përsosur çdo gjë që ka krijuar. Ai e ka filluar krijimin e njeriut prej baltës. Pastaj bëri që pasardhësit e tij të krijohen prej një pike të lëngut të shpërfillur, së cilës pastaj i dha trajt dhe i fryu shpirtin e krijuar prej tij. Ai ju ka dhënë dëgjimin, shikimin dhe zemrën, por pak prej jush janë mirënjohës. Ata thonë, vallë, pasi të humbasim nën tokë, përsëri do të ngjallemi? Vërtet, ata nuk besojnë se do të takohen me Zotin e tyre. Thuaju, shpirtin do t'ju amarrë engjëlli i vdekjes, i cili është caktuar për ju, e pastaj do të ktheheni te Zoti juaj. Sikur ti shohësh keqbërësit se si para Zotit të tyre kokulur do të thonë, o Zoti ynë, pam dhe dëgjuam, andaj kthena në atë botë që të bëjmë vepra të mira. Ne tashmë besojmë me bindje. Sikur ne të donim, do t'ja jepnim secilit udhëzimin e tij, por do të përmbushet fjala ime. Me të vërtet do ta mbush xhehenemin me xhind dhe njerëz bashkërisht. Ne do t'u themi atyre, shijoni dënimin, sepse nuk e keni besuar takimin e kësaj dite. Në të vërtet, ne ju kemi braktisur, prandaj shijoni dënimin e përhershëm për atë që keni bërë. Shpalljet tona i besojnë vetëm ata të cilët kur u përmenden bie në sejdë, edhe të cilët e madhërojnë Zotin e tyre, e lavdërojnë dhe nuk bëhen mendjemdhenj. Ata ngrihen nga shtrati, i luten Zotit të tyre me frikë e shpresë dhe japin nga ajo që ju kemi dhënë ne. Askush nuk di se çfarë gëzimesh janë fshehur për ata në jetën tjetër, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Vallë, a është besimtari njësoj si keqbërësi? Jo, ata nuk janë të barabartë. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, do të kenë xhenetin strehim, si shpërblim për punët e mira që kanë bërë. Ndërsa ata që nuk besojnë e që bëjnë keq, vendbanimi tyre do të jetë zjarri. Sa herë që do të duan të dalin nga ai, do të kthehen në të dhe do të thuhet, shijoni dënimin e zjarrit, të cilin e mohonit. Dhe ne
do të bëjmë që të shijojnë një dënim më të lehtë në këtë jetë, para dënimit më të madh në jetën e përtejme, me qëllim që të kthehen në rrugën e drejtë. Kush është më i padrejtë se ai që kur i përmenden shpalljet e Zotit të tij, nuk u avë veshin atyre? Vërtet, ne do të hakmerremi ndaj keqbërësve. Ne i dha Musait librin, Teuratin. Prandaj, mos dysho në takimin me atë, dhe e bëm atë udhërrëfyes për bijtë e Izraelit. Ne zgjodhëm prej tyre prijës, të cilët udhëzonin me urdhër atan, për sa kohë që ishin të durueshëm dhe besonin bindshëm. Me të vërtet, Zoti yt do të gjykojë midis tyre ditën e Kiametit për çështjet në të cilat kishin mosmarrveshje. A nuk e kanë të qartë ata se sa popull i kemi shkatëruar ne para tyre, në përvend banimet e të cilëve ecin? Me të vërtet, në këto ka shenja paralajmëruese, por ata nuk po vënë vesh. A nuk e shohin ata se ne e dërgojmë ujin në tokën e shkretuar, e nëpërmjet tij bëjmë që të rriten bimët, me të cilat ushqehen bagëtit e tyre dhe ata vetë? A nuk kanë sy për të parë? Ata pyesin, kur do të vijë gjykimi, nëse thoni të vërtetën? Thua ju, ditën e gjykimit nuk do t'u bëj dobi mohuesve besimi i tyre, e as që do t'u jepet afat. Andaj, mos u avë veshin atyre dhe prit, edhe ata me të vërtet po presin.